Në pjesën e parë gjithashtu do diskutohet për një incident që ndodhi me 23 maj në Mitrovicën e Veriut, ku përfshin disa maturantë serb dhe policia e Kosovës. Sipas policisë e Kosovës, incidenti kishte karakter verbal, por në media dhe në Serbi u raportua për dhunë fizike ndaj një maturanti, gjë që policia e mohoi kategorikisht. Për gjitha këto do diskutojmë në studio me Drizan Shala, eksperti i sigurisë. Mirë se vini. Përshëndetje për ju dhe për emisionin në juaj dhe për musafirët e juaj. Ndërkohë përmes një lidhje direkte, kemi edhe Valdet Hoxha, ish zëvendës ministër i brendshëm. Zotri Hoxha, nëse po na dëgjon, mirë se vini në Kosova Live. Faleminderit për ftesë. Po e filloj me juve me që ju kemi në studio, një koment të përgjithshëm me gjithë këtë incident që ndodhi në Veri. Pra, qësh ne kemi qenë protagonistë, asaj ngjarje kemi përcjellur nga dezinformimi që është dhe mos pari nga mediumet të lokalitetit serb në pjesën veriore. Njëkohësisht edhe disa video të shpërndara në rrjete të pa konfirmuara, disa portale të pa verifikuara nga subjekte politiklista serbe e kanë përshkruar ngjarjen si një veprim ekstrem të institucionet të Republikës së Kosovës, policisë, në drejtim të maturantëve të kësaj komune, pjesës veriore, si të kalim të forcës dhe në përmasa ekstreme duke i dhënë epitetet dhe titujt të caktuara nga ky formacion dezinformues që është organizuar dhe sponsorizuar nga ana e Beogradit. Pra, zona Aida, çështjet janë të qarta, që Serbia përmes kësaj forme tani më të luftës hibride, përmes dezinformimit, përmes përdorimit të mediave sociale, përmes atakimit të minoritetit serb, duke e paraqitur si agresion nga ana e institucionit të Republikës Kosovës, po tenton të krijon narrative, të cilë narrativ më pastaj të asaj ngjarje, e cila në video të cilat ishin publikuar, ai maturanti i mitur, pra kishte në anën e majt një ngjyrë të kuqe ku më pastaj mediat serbe në Kosovë, po dhe në Serbi dhe disa portale të pa verifikuara e shpërndan si gjëja është ngulfat nga ana e zyrtarit policor. Ku më pastaj do të ndalemi edhe te kjo pjesë, vetëm ta marrim edhe një koment përgjithshëm për gjithë rastin dhe zotri Hoxha, mendoni se pat vend për shqetësim në këtë rast, si e shihni ju? Shiko, pjesa veriore e vendit është pak ma delikate dhe veprimet natyrshëm që përveç anës ligjore, drejtës autorizimeve policore, duhet të ketë një kujdes shtuar për arsyeën e vetme sepse jo vetëm këtë rast, por vazhdimisht në mënyrë konsistente Serbia tenton që edhe një kundërvajtje në trafik edhe hyrje në një semafor të kuq ta shndrojë në çështje politike dhe ta luaj rolin e viktimës, siç ata e bëjnë me një skenar të mirë organizuar dhe mirë financuar. Prandaj çdo kush duhet ta ketë qartë që çdo ndërhyrje në atë pjesë të vendit, pavarësisht në drejtën kushtetuese dhe ligjore, megjithatë duhet të ketë kujdes mos t'i dhëmë shkas askujt që ta përdor këtë rast. Sa i përket incidentit, unë po besoj që Policia e Republikës Kosovës ka kryer detyrën e saj me përgjegjësi të madhe siç po e kryen çdo ditë dhe nuk ka pasur tendencë sepse në këto ditë Policia e Kosovës po përballet me disa incidente të vogla të maturantëve, të cilët e kanë një fazë delikate të kalimit nga një fazë më rinore në atë të pjekurisë. Prandaj, po të njëjtën ditë ju e shihni që në afërsi të Llapushnikut apo Komaranit ju e dini që janë konfiskuar disa vetura të këtyre djelmoshave maturantë të komunitetit shqiptar. Pra është një periudhë që këta qytetarë të Republikës Kosovës, djemë të ri, vajza të reja, të cilët po kalojnë një cikël interesant jetës, edhe po i të kalojnë disa regulativa. Prandaj nuk ka tendencë nga policia, nuk ka një qëllim për ta lënduar dikon, megjithatë duhet në pjesën veriore të jemi të kujdesshëm mos t'i dhëmë shkas secilit që ta përdor këtë për ta krijuar një tregim, për ta krijuar një opinion, çfarë vetëm qeveria e Serbisë, e cila ende nuk i ka dorëzuar 1.700 eshtra të fëmijëve, e të grave, të pleqshve në Republikën e Kosovës që i ka masakruar, e tani po luan rolin e viktimës.
Pra këtu duhet vuhet. Zotri Hoxha, nëse po më dëgjon, patëm edhe një konferencë nga drejtori i policisë, i cili fillimisht tha se policia ka tentuar vetëm ta qetësoj situatën, ndërkohë që tha se kanë filluar hetimet. Pse duhet të fillojnë hetimet për këtë rast nëse nuk ka pas diçka shqetësuese ose për të hetuar? Sepse fillimi i hetimeve nuk do të thotë që paragjykon fajsi. Shpeshherë ka raste në praktikë kur fillimin e hetimeve e kërkojnë vetë të dyshimtit, për shkak se ka një opinion të krijuar ndaj tyre dhe hetimi duhet fillojë për ta zbardhur të vërtetën, jo për ta prejudikuar fajsinë e tij. Pra, transferi i zyrtarit policor nga pjesa veriore në atë jugorën, po besoj ka qenë veprim i mençur, për shkak të se ai është apostrofuar me emër, me mbiemër nga ministri i Brendshëm i Republikës së Serbisë, Dačić, i cili përveç që thot do të lëshojmë flet arrest, thot do të arrestojmë pavarësisht parashkrimit. Pra, në gjuhën juridike kjo i bie që pavarësisht nëse edhe ka ekzistuar vepra, nëse dhe ka lënë një afat kur vjetërsohet lënda dhe nuk mund të ketë ndjekje penale, Dačić tha që megjithatë do të arrestojmë. Pra, ai po flet për kidnapim të një qytetari, konkretisht zyrtarit të Republikës Kosovës. Prandaj edhe ne nuk duhet që ta marrim pas seriozitet këtë situatë për shkak të ndjeshmërisë rrethonave dhe për shkak se në të kaluarën nuk është që nuk ka ndodhur rrëmbimi i zyrtarëve policisë. Zotri Shala, a duhet të ketë frikë polici nga këto kërcënime që po bëhen nga institucionet e Serbisë, përfshirë këto edhe arrestimin e tij? Nuk do të quaj frikë, po kujdesje do duhet të shtoj kujdesje, sepse jo vetëm ky rast, po dhe rastet e tjera kemi fletarese madje dhe ndërkombëtare të vendosur nga ana e Shtetit të Serbisë në drejtim të zyrtarëve të cilët ishin të involvuar në operacionin 2019 në pjesën veriore. Pra, Serbia ka këtë instrument juridik në dorën e tij apo të saj dhe ne dime që ju kujtohet edhe një aksion në vitin e kaluar ku patëm ndalimin e autobuseve të cilët kishin udhëtuar dhe udhëtojnë si rrugë tranziti e përdorin Serbinë, patëm edhe shoqërimin e zëvendës drejtorit të përgjithshëm policisë Kosovës në atë kohë. Pra kjo dëshmon faktin që Serbia në periudha të ndryshme kohore, varësisht nga intensiteti politik i brendshëm, varësisht nga interesi i jashtëm pra në këtë rast Kosovën, e përdor dhe shqetëson se në momentet e ndal qarkullimin e çdo mjeti që ka targa të Republikës Kosovës në pjesën e Serbisë për të filluar të legjitimojnë në databazën e saj, sepse ju e dini qartë aty se zëvendës drejtori i pjesës veriore para se të jep dorëheqje ka qenë nga komuniteti serb, që madje është edhe dekoruar nga ana e presidentit Aleksandar Vučić. Ai ka patur qasjen në databazën sipas gjitha gjasat të zyrtarëve policor të Republikës Kosovës. Pra ajo databazë tani më është në duart e institucioneve të sigurisë të Serbisë dhe kushdo që kalon nga zyrtarët policor, nga identifikohen dhe më pastaj në shoftë se i lëvërdis veprimi e ndal, e legjitimon, e ndalon dhe e çon mesazhin indirekt në drejtim të institucionit të Republikës Kosovës se çfarëdo veprimi juaj në pjesën veriore ku ka komuniteti serb më i koncentruar, ne do të veprojmë ndaj zyrtarëve policor. Konferenca e drejtorit të policisë Kosovës ishte tetë e rëndësishme, sepse e dëshmoi përmes edhe fotografive, e dëshmoi që ishte një rast i inskenuar. I mituri pra nuk ishte... Po, ju kërkoj falje si ju ndërpreva më herët për ngjyran... I mituri nuk ishte shenje në fytyrë, pra në pjesën ku ishte pretenduar që është kapur nga ana e zyrtarit policor, dhe transferimi i tij, ashtu që tha ish kryeinspektori dhe ish zëvendës ministri për mëndbrendshme, në pjesën jugore, madje do kishte më qenë transferimin në pjesën e Vushtrisë apo të Prishtinës, sepse kështu do i jepet mundësia të rikooperohet në kuptimin e marrjes informacion, sepse tani personin e fjalë zyrtari është target i strukturave paralele të Serbisë, i strukturave zyrtare të Serbisë. Do thotë kjo është një lloj mbrojtje që institucionet po ja bëjnë policit. Padyshim a do duhej të bëjë kjo? Padyshim se do duhej bëjë mbrojtja nga ana e policisë së Kosovës, sepse çdo zyrtar në pjesën veriore, qoftë femër, qoftë mashkull, personifikon apo nën ombrellën e një institucioni dhe institucioni ka obligime ndaj zyrtarëve policor, qofshin ata
civil apo të uniformuar dhe veprimet e tilla i kontribojnë në uljen e mundshme të ndonjë narrative të krijuar nga ana e Beogradit, në uljen e tensioneve, por çka duhet tani ta kuptojmë përtej asoj çka është thënë. Tani më kemi një modus operandi interesant të strukturave shtetërore të Serbisë. Duke parë se në këtë periudhën 3 vjeçare struktura paralele nuk ekzistojnë në masë të madhe që kanë ekzistuar më herët, të strukturuara rreth një komande të përbashkët ku kanë vepruar në mënyrë permanente ndaj autoriteteve të Republikës Kosovës. Tani mungesa e personelit në terren i njerëzve po tentojnë të rekrutojnë maturantët të cilët arrin moshën e pjekun, por të bërë një gjë të tillë i duan incidente të tilla po ta nxitur narrativën doktrinare serbe ndaj institucioneve të Republikës së Kosovës. Ta pyesim edhe zotrin Hoxha, me që jemi këto disa maturant, me disa thirrje që i bën ata dhe disa provokime, arritën që të krijojnë gjithë këtë tension. Çka do të thotë kjo për Kosovën, nëse arriti deri në këtë pikë vetëm nga një reagim i maturantëve që patëm? Ky është vetëm shkasi që është marrë, organizimi i maturantëve, por kjo tregon që Serbia ka një skenar permanent në lidhje me mundësinë e mbajtjes në tension të kësaj pjese të Republikës Kosovës. Dhe natyrisht që maturanti ka shfrytzuar për shkak se është koha e tyre, koha maturantëve. Siç i ka shfrytzuar në kaluarën festat e ndryshme dhe ka shfrytzuar strukturë tjetër të popullsisë. Pra nuk është target vetëm maturant apo një kategoria e grave apo burrave, por të gjithë ata që janë mundshëm për të shfrytzuar, për ta shitur si tensionim situatës para faktorit ndërkombëtar, Serbia nuk e lën pa bë. Prandaj ka qellu momenti i maturantëve, fatkeqësisht ata djemtri, ndoshta të pa djallëzuar, janë të kontaminuar me informata të pa verifikuara, të pa vërteta, të financuara nga Beogradi me qëllim gjoja të keqtrajtimit të tyre, mos trajtimit të duhur si komunitet, gjë që është e pavërtetë e madhe, sepse unë thash, në këtë moment kur është periudha e festimeve të maturantëve, ka incidente gjithandej Kosovës. Dhe ne po shohim edhe në Prizren ku unë jetoj, ka vazhdimisht maturantë që marrin veturat shtrejta, pa pasur patent shofer, ju konfiskohen veturat nga policia e Republikës Kosovës. Pra, policia po kryen detyrën e saj për të mbrojtur rendin dhe sigurinë publike, në radhë të parë jetën e qytetarëve, por edhe pronën e tyre. Natyrshëm që politike, themi ashtu, disa thirrje ofenduese që Kosova është Serbi, gjëra të tilla, gjithmonë në bazë të asaj që është raportuar, pra nuk ishte vetëm një festim i thjeshtë i maturantëve apo një incident. Absolutisht, aty ishte një thirrje pa matur, ku thënë më zbutje pa matur, një thirrje, një formulë e mirë orkestruar në kuzhinat, ndoshta e qendrës humanitare në Nish të Federatës Ruse. Pra, ata maturantë ishin vetëm transmetuesit e një mesazhi konfliktuos të Republikës së Serbisë. Dhe policia i ka ato autorizime policore. Policia e Republikës Kosovës paguhet që të mbrojë qytetarin nga çdo sulmimundshëm, që ta mbrojë rendin dhe sigurinë publike nga çdo eskalim i situatës, nga çdo provokim i tjetrit, sepse liria e secilit qytetar mbaron aty ku fillon liria e tjetrit. Prandaj unë jam i bindur në sjelljen brenda autorizimeve policore të polonjësve të policisë, edhe të zyrtarit policor konkret, por natyrshëm duhet të pranojmë faktin që çdo dyshim duhet të hetohet, por të hetohet nga institucionet kompetente të Republikës Kosovës, në këtë rast Inspektorati Policor i Kosovës, e asesi të mos bëjnë skenare dhe filma Serbia, sepse as nuk ka jurisdiksion mbi Republikën e Kosovës, e as nuk do të ketë ndonjëherë derisa jem ne gjithë këtu që qoftë kanë luftu babagjyshët tanë, kanë luftu prindërit tanë, dhe po besoj që kjo është çështje pa kontestuar. Por, a duhet jemi kujdesshëm që gjithë këtë mund të paraardhësve tanë, që në koordinim me partnerë ndërkombëtar, mas fundi kemi arritur me kriju një shtet, a duhet që t'ja japim shansën Serbisë për incidente të natyrës të vogël të bëj tema dhe në Këshillin e Sigurimit? Këtu është poenta. Ne, pavarësisht drejtës tonë, megjithatë, çdo veprim në Republikën e Kosovës, në veçanti në pjesën veriore të vendit, e ku ka të bëjë me komunitete jo shumicë, duhet të mendohet dy herë, sepse
kjo nuk i shërben asaj kuptimit të vërtetës që vërtet institucionet e Republikës Kosovës kujdesin ndaj çdo komuniteti, por mund të ushqehet ajo propaganda ruso-serbe se komuniteti serb në Republikën e Kosovës po trajtohet në mënyrë diskriminuese, gjë që është e pavërtet, por nuk mjafton vetëm sjellja mbas autorizime policore, duhet të jemi shumë të afër. Zotri Shala, policia ishte aty për të mbështetur parakalimin e maturantëve, ndërkohë ndodhi kjo. Padyshim se policia e Kosovës është prezente në pjesën veriore, duke parë numrin e të rive nga ajo shkollë mesme i kanë ofruar asistencë atyre që parakalimi sfilata atyre në pjesën veriore të kaloj pa ndonjë incident, ku më pas taj një dimi që disa lokale të komunitetit shqiptar, pra shqiptarët kanë hapur në atë shesh. Tash mësua fillum që filloj pak me ndryshu situata edhe nuk pati përplasje të tilla mes shqiptarëve dhe serbëve, themi ashtu më njëherë u kthye edhe kjo tash në skenë, është qetësuese. Pra, është qetësuese sepse sfilata atyre, mund të imagjinoni aspektin vizual, ishte pikërisht afër urës së Ibrit. Pra, e përshëm mesazhin të ndërkombëtare që ura e Ibrit duhet mbetet e mbyllur. Ishte afër atyre lokaleve në shesh që janë tani më në pronësi të qytetarëve shqiptar. Po, janë pikërisht afër urës, ato anën e djathtë që janë. Pra, veprimet dhe brohoritet e atyre të rive, për pastaj reagimin natyrshëm nga komuniteti shqiptar, ndoshta i papjekun, po i natyrshëm. Kur thoni i papjekun, pse i papjekun? Sepse në shofë se shqyqonin në video ingjëzime që kanë ndodhur, pat një qytetari që qohet atë dhe reagon, që e bën simbolin e Shqiponijës me dur dhe ajo më pastaj përkthehet, sepse ne duhet të analizojmë jo se si ndihemi na, po se si interpretohet të faktorin ndërkombëtar. Ishte edhe Kallas aty në pjesën veriore. Pra e dëshmon faktin që ishte skenar i detajuar e i përgatitur qartë as pikërisht për të krijuar një narrativ të tillë dhe mesazhi i parë që duhet mbetet e mbyllur, bizneset kosovare shqiptare që janë në pjesën veriore janë bazament të mos jetesës ndëretnike. Këtë mesazh e ka patur më pas reagimi që është shkaktuar nga ajo sfilate e nxënësve serb, pra janë dy elemente kruciale dhe elementi i tretë për ta përmbyllur këtë ishte çështja e intervenimit të natyrshëm të zyrtarëve policor për të rikthyer rend dhe ligj kuptimin për të mos lejuar që të eskalojë situata. Imagjinoni po të kishte mungrit dikush nga ato kafeteritë që janë shqiptar, po të kishte mungrit me kriju një veprim ndaj atyre, atë do kishte me qenë me përmasa më të mëdha. Prandaj them që duket që kanë qenë të matur mjaftueshëm, sepse aty nga ato thirrje ka mujt edhe me eskalu situata. Pavarësisht se derisa ne kemi institucionet e Republikës Kosovës, e drejta në manifestime të tilla është e garantuar me normativ të Kosovës. Ne duhet t'i lejojmë. Më pastaj organet janë ato që bëjnë vlerësimin. Po, natyrisht. E bëjmë ako tejkalim të atij manifestimit apo jo, dhe më pastaj do ndërmërrin masat ndaj atyre. Por jo të bëhet bim ne si viktim, sepse veprimet emocionale pikërisht është bazamenti i operacioneve speciale psikologjike. Pra, atë që kemi pa është një operacion special psikologjik ndaj një komunitetit në shumicë, pra ndaj komunitetit shqiptar, për të krijuar me pastaj narrativen që komuniteti serb nuk mund të bashkëjetojë, nuk ndihen të sigurt nga veprimet e institucioneve të Kosovës. Ndërkohë, se di nëse kemi zotrin Hoxha ende në linjë? Po. Si e komentoni ju sa i përket kësaj që tha dhe zotri Shala, do të mund të eskalonte situata në këtë rast? Po qëllimi, po besoj, i organizimit të strukturave paralele të financuara nga Serbia është ky, eskalimin, sepse Serbisë i konvenon vetëm mbajtja në tension i pjesës veriore të vendit. Qëllimi padyshim që ishte ky. Dhe mund të eskalonte natyrisht, kur po them që institucionet tona duhet të jenë të kujdesshëm, sepse përveç të drejtës ligjore dhe kushtetuese për të ashtrisë sovranitetin atë pjesë vendit, por edhe për të ushtruar autorizimet policore, ne duhet jemi edhe më të kujdesshëm në raport me komunitetet serbe, sepse pastaj nuk është e rëndësishme aq e vërteta e atij rasti, sa është pastaj fuqia transmetimit të incidentit në arenën ndërkombëtare. Dhe këtë është demonstruar që Serbia e bën mirë, pra i skenon rastet, e ndërton skenarin dhe pastaj e shet narrativen me skenarin e mirë financuar të tyre.
Prandaj ne duhet jemi të kujdesshëm sepse interesi i Serbisë është që ta ndezë konfliktin në pjesën veriore të vendit dhe që Kosova, siç fatkeqësisht u ngarkua me sancione për shkak të veprimeve të kualifikuara si të njëanshme, pra ne kemi marrë çmimin. Prandaj ka rrugë një kashe, vetëm koordinim me faktorët ndërkombëtar dhe përveç të drejtës ligjore për ta ushtruar kompetencën çdo autoritet ligjor ndaj, duhet ta ketë qartë që megjithatë çdo incident edhe teknik edhe kundërvajtës në atë pjesë vendit, patjetër që po mveshet edhe me petkun politik. Prandaj ne duhet të jemi të kujdesshëm, mos në shojmë për në shtrimin e suverenitetit, por kujdesi të jetë më i shtuar në raport me sjelljet në atë pjesë vendit. Po. Ndërkohë, zotri Shala, flasim pak edhe për kërcënime që i ka pranuar ky zyrtar përgjithësor, janë edhe disa fotografi cilat janë bërë publike, ku ai kërcënohet me jetë. Pra, kjo është targetimi, pra ne jo vetëm ky zyrtar, por ne shoh se ne referohemi në 2019 më pas operacionit që ishte për shurjen e strukturave paralele, po dhe arrestimin e disa zyrtarëve brenda policisë Kosovë dhe doganëve që kanë bashkëpunuar me grupet kriminale. Zyrtarët që kanë udhëhequr ato operacione nga ana e policisë Kosovës tani më janë në flet arrest ndërkombëtar dhe ndaj tyre në mënyrë permanente në momentin që hapen gjërë llogarit në Facebook apo rrjetet sociale, atakohen përmes format ndryshme. Pra kjo është një vazhdimësi asaj lufte psikologjike për ta bindur dhe për ta shtyrë zyrtarin policor që ta bind vetveten që ndoshta veprimet atje mund të jenë veprimet të favorshme për sigurinë e Republikës Kosovës, po të disfavorshme për jetën e tij personale. Pra, në këtë formë po tentohet që të krijohet frika, shantazhe, pra që qytetarët apo zyrtarët policor që i veprojnë në atë pjesë mos t'i bindën ta themi urdhrave shtetëror apo institucional nga ana e Prishtinës zyrtare për ta rikthyer rendin dhe ligjin dhe mos ta bekujtojnë që të veprojnë në atë pjesë sepse në kundërvlerë po marrin kërcënime të vazhdueshme. Pra, në këtë mes padyshim që policia e Kosovës, mekanizmi i saj i mbrëmshëm ka njësi që bën vlerësimin e rrezikut për çdo zyrtar policor, po edhe për krejt institucional, e marrin këtë vlerësim, madje krim teknika forenzika do të merret me pjesën e identifikimit të IP adresave që nga çdo lokalitet janë dërguar ato mesazhe kërcënuese dhe kush mund të jetë mbrapa tyre, por sipas gjitha gjasa po pajtohen plotësisht me zotrin Hoxha që Serbia tani më këtë ka si element të vetëm për të vazhduar bazën e narratives në drejtim të Kosovës, por njëkohësisht çdo incident në përmasa më të gjëra, çdo formë e veprimeve institucionale do të konsiderohet veprime ndaj komunitetit serb, të cilën tani më nga takimi i Këshillit të Sigurisë Kombëtar të Serbisë, ku ishte edhe presidenti Vučić dhe krerët institucional, patëm deklarimin e ministrit të shefit të shtabit, të ushtrisë serbe Mojsilović, që ndër të tjerë tha që ne do të presim urdhrat konkrete dhe dikasterët tonë do të marrin veprime konkrete operacionale taktike për të krijuar situatat në favorin e komunitetit serb. Po, me që e përmendëm edhe policinë e Kosovës, tashmë përmes një lidhje direkte, kemi edhe Beton Elshanin, zëvendës drejtor i policisë rajonit Mitrovicës. Zotri Elshani, nëse po na dëgjoni, po na intereson se si është gjendja sot në veriun e Mitrovicës dhe a ka pas ndonjë zhvillim tjetër? Situata sigurisë në vendit është të qetë, vazhdon të jetë delikate për arsye të zhvillime politike që zhvillohen këtu te ne, po situata është të qetë, nuk ka ndonjë rast me të kësu. Si e komentoni rastin që ndodhi a ditë? Rasti ka qenë i tillë që keni pasur në media ju se si ka reagu polici, unë konsideroj që nuk ka pas përdorim të forcës, dhe çdo gjë ka qenë në rregull. Tash për shkak të situatës e cila ndodh, ka pas gjak ose ka pas gjak, ka diçka që është rreth fytit, është zhvilluar edhe një hetim tjetër të gjitha raportet e policëve dërgohen tek IPK-ja, nëse ka diçka tjetër për me theksu. Po shoh diçka jashtëzakonshme. Po, ndërkohë paralajmëruat që të ndrohet operimi nga veriu në jug, ndodhi kjo me atë zyrtar policor? Po, është marrë vendimi, ka qenë rekomandimi imi që ai të më u transferu në jug, për shkak se u involvuan edhe shteti i Serbisë dhe lëvizim. Edhe ashtu ai ka ardhur pe jugu, e kemi kthyr në jug me punu. Po çdo herë kur na vjen asistenca, na konsiderojmë që ai vjen knena. Po,
Zotri Elshani, ne edhe këtu në studio e diskutuam që kjo situatë ka marrë një haf të madh dhe gjithashtu ka pas shumë kërcënime ndaj këtij zyrtari policor. Kanë vazhdu këtu ndaj të njëjtit? Nuk e di, ka pas kërcënime polici, për arsye se s'paku unë nuk kam njohuri, po kërcënimet nuk janë diçka janë zakonshme këtu te na krejt jemi na për telegrama, na për kanale tyne, dikush na shan, dikush na lëvdën, na thonë kemi ju vra, halas s'na ka vra kurkush. Kur të në vrojnë këqyrin. Ndërkohë, veprimin e policit ju e pasi profesional, ashtu si që panë edhe ekspert tjerë? Unë e konsideroj që reagimi ka qenë i duhur, ka pas provokime, për me shtensionu situatën edhe për me hy në situatë vetë të regullt, në rrjedhën vetë normale, festa maturës, polici ka reagu, ashtu të tregonim edhe na, tash ka mundësi, nuk ja që dorën në qafë, po e shtynë ose i del për para, diçka tjetër, po njëjtë, kështu që në rregull është. Po, ndërkohë tha se kjo mund të ishte diçka e planifikuar nga maturantët, diçka e stisur nga dikush tjetër. Mendoni se qëndron kjo, apo a keni ndonjë informacion që mund të jetë e tillë? Ja, ne konsiderojmë që aty ka pas edhe që kanë konsumu alkohol, është festë të ri dhe i kuptojmë në ata të ri, nuk ka diçka e zakonshme. Na mujme pas të në ardhën situatat në gjashme dhe nuk duhet mu tranu me dal mes. Ka e në rregull është. Faleminderit shumë, Zotri Elshani, për këtë paraqitje. Me të mira. E patëm kështu dhe një deklarim të Zotrit Elshani, i cili tha se situata tashmë është në normalitet, pra nuk ka pas tensione nga ai moment. Kjo është një veprim i asaj që ishte vetëm një pjesë, një injekcion i veprimet më të qenë, sepse Zotri Elshani kuptojmë se ka një detyrë delikate, është pjesë e institucionit të sigurisë, dhe padyshim deklarimi i tij është në linjën politike institucionit se si duhet jetë. Pra, pjesa veriore është e qetë kuptimin aktual, po është e tensionuar dhe është delikate, sepse incidentet e tjera neve na paraqesin situatën që në mbrapa kuloarëve të caktuara mund të ketë dhe do të ketë veprime, sepse nuk mund të anashkalojmë atë çfarë potencova shefi i ushtrisë serbe, që ndër të tjerë potencion që ne do të ndërmarrim çdo veprim të mundshëm për ta mbrojtur popullin serb, qoftë në Republikën Serbska, tani në Republikën e Kosovës. Pra kjo dëshmon faktin që ata nuk mbeten dhe nuk do të rinë duar kryq dhe do të veprojnë në forma, mënyra dhe instancat e tjera mbetet për të parë. Mos harrojmë një gjë. Në 2019 Serbia ka krijuar qendrën e saj hibride. Që udhëheqën generalet serb dhe pikërisht ajo qendër ka të bëjë me krijimin e narrativave, dezinformatave, kampanjave të ndryshme, përdorimin e çdo mjeti të mundshëm për të paraqitur situatën kaotike, madje deri në përmasa për të arsyetuar dhe legjitimuar dhe veprimin institucional të Serbisë. Pra, ngjarje të tilla në forma të ndryshme ne kemi patur edhe rastin e arrestimit të disa individëve të cilët ishin për vizitë në pjesën e rajonit të Xhakovës dhe të Prizrenit, ku ishin për vizitë në objekte të kultit fetar ortodoks, ku pas legjitimimit nga organeve të sigurisë të Republikës Kosovës ishin marrën në ndalim policor, më pastaj ishin dërguar në qendër të ndalimit, sepse është konstatuar sipas organeve të sigurisë se ka veprime konkrete të asaj që kanë patur për qëllim të spionojnë infrastrukturën kritike të Republikës Kosovës në pjesën e rajonit të Xhakovës, njëkohësisht po të krijohet tensionin ndërretnik apo ndërfetar në pjesën e rajonit të Prizrenit. Pra, veprime me elemente hibride, pra qoftë në pjesën infrastrukturore, në pjesën e ndarjeve të etniteteve apo të dezinformatave, do të jetë permanente, dhe ndaj secilës institucion të Republikës Kosovës tani më do duhet jenë të vëmendshëm dhe do duhet jenë vigjilent në veprimin e masave preventive apo kundër veprimeve ndaj tyre. Unë mendoj që do duhet të rikthehemi apet konferencës të cilën ka bërë drejtori i përgjithshëm të Policisë Kosovës. Pra, nuk e ka lënë në dorë të ndonjë varësit të tij të reagojë ndaj ngjarjes, po e ka marrë në dorë të tij pra deklarimin dhe sqarimin gjithë asaj ngjarje që ka ndodhur. Kjo është një tregues dhe një stabilitet institucional që përçon si mesazh edhe të qytetarët e komunitetit serb në pjesën veriore, edhe të qytetarët në Tansi, po nikosisht si mesazh edhe politik institucional në drejtim të faktorit ndërkombëtar, sepse ju e dini para disa ditëve në mënyrë sistematike disa organizata jo qeveritare, proxy të Serbisë, pra, janë organizata të cilët de facto më shumë janë në narrativën e Beogradit zyrtar,
ju kishin referuar Oleksit për veprimet të njashme të ashpërta të institucionit të Republikës Kosovës, atyre policorë në pjesën ku jetën komunitetit serbe. Njëkohësisht, pas kësaj ngjarje prap reagime ndaj dhe kërkesë ndaj faktorët Euleks dhe KFOR. Pra, gjitha këto shqetësime, padyshim që e ngadalsojmë pastaj shtrirjen dhe forcimin e autoritetit vendor në pjesën veriore, sepse edhe KFOR-i, edhe Oleksi kanë një mision neutral dhe ata do duhet më pastaj të ndërmarrin veprime të cilët ndoshta në shqetësim do të jenë kundër interesave të Republikës Kosovës, po ata kanë një mision dhe një mandat tjetër që në në shumicën e raste janë në shpërputhje me interesa të institucionit të Republikës Kosovës. Prandaj ne do duhet ta krijojmë një linje të kaltërt apo një linje të komunikimit drejt për drejt, duke anashkaluar çdo sistem burokratik apo çdo pengesë të mëshme administrative mes përfaqësuesve të institucioneve ndërkombëtare dhe vendor, sepse në periudhat të caktuara zona Ajda ka patur ftohje të raporteve të komunikimit dhe këto ftohje të raporteve të komunikimit natyrisht pjesa e Serbisë i përdor i shfrytëzon komunikimet që i ka ajo në mënyrë periodike, në mënyrë sistematike. Prandaj një rikthim të atij dialogu interinstitucional të arsyeshmërisë dhe arsyetimit të institucionit të Republikës Kosovës në pjesën veriore apo në tansinë në tërë territorin e Kosovës, ku ka edhe komuna tjera serbe, është një çelëskyes që mund të forcojë Republikën e Kosovës drejt dhe mund të ketë efekt. Efekt Zotri Hoxha, një pyetje të fundit, deri kur mendoni se do të vazhdojë kjo situatë dhe deri kur do të kemi incidente të tilla tek veriu i Mitrovicës, të inskenuara themi kështu nga Serbia? Po shiko, afati fatkeqësisht nuk dihet, por që Serbia i ka shpresat tek eventualisht zgjidhja e raporteve Rusi-Ukrainë, pastaj mundohet që ta fusi zgjidhjen në Pako dhe Kosovën, prandaj ne nuk jemi në gjendje që t'japim afate, por që çka duhet jemi të kujdesshëm që pavarësisht se sa zgjat kjo situatë, ne duhet që t'jemi vigjilent në sjelljet tona, që mos krijojmë situata të tilla të cilat mund keq interpretohen nga Serbia, pastaj dhe të keq informohen faktorin ndërkombëtar, të cilët pastaj nëse marrin lajmin e një incidenti, ai trajtohet si incident dhe si tension në Republikën e Kosovës. Ne kjo nuk na konvenon. Pra ne kujdesemi që Kosova të prodhoj lajme të mira, Kosova të ketë koordinim me partnerët ndërkombëtar. Pastaj, çështja se sa do zgjatet, ju po e shihni që zoti Trump ka thënë që për një javë do ta ndalë luftën Ukrainë-Rusi, por që po shkon me mbi 6 muaj pas mandatit të tij. Prandaj është çështje skena ndërkombëtare po vlen, nuk ka afate të precizuara saktë, ne duhet i përshtatemi rrjedhës ndërkombëtare dhe partnerëve ndërkombëtar. Po, edhe ne i bashkangjitemi këtij urimi që Kosova të prodhojë sa më shumë lajme të mira. Zotri Hoxha dhe zotri Shala, ju falenderoj shumë për inkuadrimin në këtë diskutim.